Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Euronews Albania. Unë jam Mirela Milori. Ne do të jemi së bashku gjatë kësaj hapësire informative, natyrisht që do t'i dedikojmë dhe kësaj të premte e protestës, e cila thuaj se ka hyrë në një cikël një mujor, është në ditën e 27, kemi filluar t'i numrojmë ditët, por edhe t'i ngatrojmë, në ditën e 27 që kjo protest përsëri thret njerëz dhe përsëri fton njerëz në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Nis kjo rutinë nisur nga sheshi Skënderbej, atje ku njerëzit grumbullojnë dhe më pas vinë përpara kryeministrisë për të përmendur jo vetëm 5 kërkesat e tyre, po për të qenë aty. Megjithatë, protesta ka ngjallur debat, ka ngjallur diskutim, i kushtohet vëmendje. Ajo që dihet është që protesta thuajse tashmë ka hyrë në rutinën e mbasditteve këtu në Tiranë. Çfarë do të prodhojë kjo protestë është pyetja $1 milion, të cilës për momentin askush nuk di t'i jap përgjigje. Edhe sot, si çdo mbrëmje, do ta ndjekim protestën. Kemi dy gazetarë tanë, Ardit Hoxha dhe Lediana Braçe, të cilët do të jenë njëri në shesh te kryeministria dhe tjetri tek sheshi Skënderbej, atje ku pritet që të mblidhen gazetarët, protestuesit për të ardhur në protestë. Nis me Ardit Hoxhën. Ardit, të përshëndes, ku ndodhesh dhe më thuaj njërë fillimisht ka filluar të vendoset fonia, logjistika si çdo mbrëmje? Po, në fakt, unë jam i pozicionuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, aty ku është dhe stacioni i parë që protestuesit grumbullohen dhe nisin pjesa e fjalimeve pasi bëhet marshimi nga sheshi Skënderbej drejt këtij lokacioni për t'i lënë pas vendin asaj që është pjesa fundore e protestës që na ka mësuar tashmë prej 26 netësh rresht, pra marshimi në rrugët kryesore të kryeqytetit. Ndërkohë, kërkoj ndjes Mirela. Çfarë ka? Kërkoj ndjes për zhurmën Mirela, ndërkohë siç isha duke thënë që gjatë kësaj proteste që neve kemi parë për gjatë këtyre 26 netëve, rutina ka qenë mbledhja në sheshin Skënderbej, më pas grumbullimi në pjesën e bulevardit mes kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit. Sigurisht pjesëmarrja për së vërtetës Mirela duhet ta themi këtë nuk ka qenë e njëjtë në të gjitha ditët, por me një sigurisht pjesëmarrje të theksuar gjatë dy momenteve të fundjavës. Pra, ditët e shtuna, protesta ka marrë për masa kombëtare me pjesëmarrjen e qytetarëve nga qytetet tjera të vendit, por edhe me pjesëmarrjen e veçantë të diasporës, e cila të shtunën e kaluar neve kemi parë që ka qenë masive. Ndërkohë, do duhet të theksoj edhe një element tjetër që kjo shtunë është paralajmëruar si një protestë kombëtare, por më masive pritet që tjetë ajo e të shtunës tjetër, pra në datën 4 korrik, ku është njoftuar që do të ketë organizim nga diaspora, të cilët pritet që të vinë në Tiranë me mjetet e tyre, ashtu sikurse ne e pamë edhe javën e shkuar, në një farë mënyrë për të dhënë një tjetër mesazh mbështetje të fortë ndaj kësaj proteste. Po Mirela. Shkojmë pamje tek sheshi Skënderbej, duket se njerëzit janë pozicionuar, po bëhen gati, kurdo që gazetarja jonë të jetë gati më thoni, që të marrë dhe një impresion nga sheshi, nëse janë gati protestuesit për të nisur drejt kryeministrisë. Në fakt, po, është Lediana Braçe me ne. Lediana, si është atmosfera, si duket pjesëmarrja sot, është ditë e premte, ndoshta ka njerëz që largohen, duan të shkojnë për këtë weekendin e gjatë që themi ne, mbyllim punën në orën 12, marrin makinat, ikin nga Tirana etj. Si të duket pjesëmarrja si për ditë e premte fund qershori? Në fakt, si çdo ditë, Mirela, edhe sot në ditën e 27, kanë filluar qytetarët që të mblidhen këtu tek sheshi Skënderbej. Duhet thënë që edhe pse temperaturat janë të larta, qytetarët vijojnë të mblidhen në shesh për të vijuar protestën e tyre, qëndresën e tyre për të protestuar. Sot në fakt dua t'ju tregoj dhe mendimin e operatorit, ata kanë marrë një banderol, po themi, të madhe, të cilën e kanë shpalosur. Çështja Çame kërkon veprim dhe jo fjalë. Në fakt kjo banderol simbolizon edhe përkujtimin e masakrës Çamërisë në 82 vjetorin e dëbimit të shqiptarëve nga Çamëria.
Ajo që po vërej sot Mirela është se shohim qytetarë, po themi të moshës së tretë, pensionistë të cilët sigurisht kanë qenë edhe në ditët e mëparshme të pranishëm në protestë, por edhe sot, të cilët kanë ardhur edhe në bashkëbisedime që kishim përpara se të futeshim në transmetim live, kërkojnë edhe ata, po themi kanë ato kërkesat e tyre. Kërkesa e parë sigurisht është në lidhje me pensione, që të ketë një lloj rritje të pensionit dhe ata të kenë një lloj mirëqenie edhe më të lartë. Ka edhe qytetarë të tjerë të cilët kanë ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për të bashkuar në këtë protestë. Nëse kemi mundësi mund të marrim një koment të një zonje të një nënë qytetare, e cila pak më parë po më tregonte fakt se ishte e mërzitur sepse djali i saj dëshironte që të largohej nga Shqipëria për shkak se këtu nuk gjente, po themi, kushtet e përshtatshme për të jetuar. Nëse zonja mund të më afrohet pak të afër për të marrë një koment. Përshëndetje. Kam marrë pjesë në të protestë sepse shoh që është një protestë shumë e mirë, nuk kemi asnjë lloj incidenti, asnjë lloj konflikti. Të gjithë njerëzit shprehin mendimet e tyre sa më mirë dhe sa më qartë. Unë kam hallet e mia, jam në një invalide, kam 120.000 lekë pension, edhe kam edhe një djalë për të rritur, por që do marrë shkollën dhe ai si gjithë tjerë do largohet. Çfarë moshe ka djali? Djali është 18. 18 vjeç. Nuk shef të ardhme këtu, çfarë të thot? Në qoftë se këtu bëhet diçka normale që ai dori këtu. Çfarë kërkesa ka djali? Ku do të shkojë? Se si në normalisht të kuptoj që e prekur për jashtë, nuk kam ndonjë të dhënë, po jashtë. Ku do të integrohet? Çfarë do të bëjë? Në tegën e vet që është, domethënë, do integrohet. Djali ka pas mundësi të vinë në protestë me ty? Po, ka marrë pjesë, po jo me mua. Si të zhdukur protesta? E qetë, të gjithë shprehin mendimet tona. Ke pas mundësi që të flasësh, të ngresh edhe ti ato shqetësimit tonë? Po, kam patur edhe unë kam shprehur mendimet e mia. Çfarë mendon se do ndryshoj me protestën që qytetarët e kanë nisur prej 27 ditësh? Po besoj se në ndodhë diçka, dhe më thënë, ndoshta do dëgjojnë edhe europianët edhe diçka do ndodhë. Shpresoj më e mira për Shqipërinë dhe për gjithëve. Ti do doje që të kishe një, po themi, një rivlerësim më të mirë për sa i përket ndihmës që ti merr apo jo? Po, normale. Me ndihmën që merr mund ta përballosh jetesën, djali? Unë marrë 120.000 lekë, nuk e përballoj dot. Mezi e përballoj. E qartë. Do vijosh të qëndrosh në protestë? Do vijoj. Ndoshta me shkëputje sepse jo verë, e kemi edhe angazhime të tjera, dhe më thonë të shtëpisë, po besoj se do vi çdo ditë. Unë të falenderoj për Faleminderit gjithashtu. mendimin edhe kohën tënde. Faleminderit gjithashtu punën të parë. Faleminderit ty. Qartë. Mirela, kjo ishte një zonjë qytetare e cila ndau me ne qëndrimin e saj dhe mendimin e saj. E kuptoj, ndoshta po grumbullohen dhe ndoshta mund komente të tjera të qytetarëve të cilët janë këtu të pranishëm. Për momentin Lediana kaloi përsëri tek Arditi, të falenderoj, shkoj tek Ardit Hoxha, i cili ndodhet tek kryeministria. Ardit, ndërkohë që presim në fakt që të vinë protestuesit, duket se protestat tashmë po bën një muaj. Edhe mund të ketë hyrë edhe në normalitetin e këtij qyteti, që çdo mbasdite, ata që protestojnë e dinë që ka disa që protestojnë, ata që protestojnë dinë që do të mblidhen tek tani rreth orës 7 aty te sheshi Skënderbej, një vend takimi shumë interesant, shifemi te Skënderbeu, edhe shkojmë në protestë, shohim protestën, ovacione, hidhen të gjitha, tematika të ndryshme çdo ditë. Bëjmë edhe një marshim, njerëz që na përshëndesin nga dritaret shumë mirë, edhe ka emocion, po pastaj, pra si do duket protesta në këtë muaj? Në çfarë elementi po qëndron kjo protestë sipas teje që ke kohë që e ndjek? Në fakt, ashtu sikur se theksove edhe ti në fillim të prezantimit të komunikimit ton të përbashkët, Mirela, kjo protest tashmë është kthyer në një realitet dhe në një lloj rutine të kryeqytetit i cili po mëson të jetoj me protestën tashmë prej gati 4 javësh.
dita e diel do të plotësoj fiks 4 javë që nga momenti nisjes së protestave, të cilat në disa momente janë kthyer masive duke mbushur gjithë bulevardin e Tiranës dhe në ditë caktuara sigurisht me një pjesëmarrje më të reduktuar për shkak të ndoshta edhe temperaturave apo të një sër faktorësh, por gjithmonë asnjëherë duke mos e humbur elementin e qytetarisë që ka karakterizuar gjatë gjithë kohës këtë protestë dhe sigurisht një pjesëmarrje relativisht të lartë nëse do e krahasojmë me protestat që më herët mund të kenë tentuar të bëjnë partitë ndryshme politike apo edhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile, dhe këto kanë fjalën për protesta të vazhdueshme, sepse këtu qëndron fakti apo elementi i paprecedent i kësaj proteste, Mirela. Të paktën siç e shoh unë, nuk ka ndodhur të paktën në këto 35 vite pluralizëm politik në Shqipëri që ne të kemi një protestë të pandërprerë prej gati një muajsh në Tiranë të përditshme me një pjesëmarrje e cila varion nga 7-8.000 qytetar apo deri edhe 20.000 pothuajse çdo natë poshtë godinës së kryeministrisë dhe me kërkesa tashmë të qarta, pasi nëse në 2 javët e para një nga po themi vërejtjet që mund kishte për këtë protestë ishte se përveç se nuk ka një grup organizator të mirëfillt dhe një kokë drejtuese të saj, nuk ishte edhe shumë e qartë në atë se çfarë artikuloi dhe kërkoi nga kjo protestë. Tashmë prej gati një jave nuk e kemi më këtë lloj problematike, po themi sepse protesta është e qartë në kërkesat e saj, në platformën e prezantuar fillimisht nga zoti Dritan Goxha dhe më pas është ripërsëritur pothuajse çdo natë nga folës të ndryshëm të cilët kanë riartikuluar dhe kanë përsëritur pikat kryesore të kërkesave të kësaj proteste. Është interesante po të analizohet pjesëmarrja e qytetarëve që unë shoh në protestë. Sigurisht ka një pjesë të konsiderueshme aktivistësh të shoqërisë civile, antarësh të formacioneve politike, qoftë kjo të Partisë Demokratike apo edhe partive tjera të vogla, siç mund të jenë Lëvizja Bashkë, Partia Mundësia, Shqipëria Bëhet, apo ndoshta edhe ndonjë forcë politike tjetër më e vogël opozitare, të cilët unë i kam parë në shesh, po ashtu kam parë po themi edhe përfaqësues të OJF-ve të ndryshme në Tiranë, të cilët kanë fokusin tek mbrojtja e mjedisit apo çështje të tjera që kanë po themi në objektivin e tyre, por mbi të gjitha unë kam parë gjatë këtyre 26 netëve protest në qendër të Tiranës qytetarë që ndoshta nuk i kisha hasur apo nuk i kisha parë kurrë në protesta, qofshin këto politike apo edhe protesta qytetare, protesta për kauza të ndryshme. Çka do të thotë që baza apo nukli i kësaj proteste mbeten qytetarët e thjeshtë, të cilët ndoshta janë lodhur me sistemin aktual qeverisës, me qeverisjen e socialistëve në këto 13 vjet dhe duan një ndryshim. Po, Mirela. E kuptoj, po, ardhit pikërisht këtu tek elementi i protestës, palët janë ndarë ndjeshëm, sepse ata që nuk e mbështesin protestën përmendin algoritme të huaja, përmendin luftën e Iranit, luftën kibernetike të Iranit, është zbuar një zonjë ditën e djeshme me pretendimin që ka të dhëna nga shërbimi inteligjent që cënon sigurinë tonë dhe është shpallur nën grata. Natyrisht që duket se ka algoritëm edhe nga ata që nuk duan investimin fjalë për cilin nisi protesta dhe që e ka përceu atë. Në fakt, në qoftë se ka këto reagent të jashtëm, protesta zhbëhet nëse ne i përjashtojmë. Pra në qoftë se do të ecim me metodën e përjashtimit, i përjashtojmë këtë element. Përjashtojmë Iranin, përjashtojmë Greqinë, përjashtojmë të gjithë armiqtë e mundshëm digital, përjashtojmë algoritmin që mundet që në ambientin virtual të bëjë një protestë krejtësisht të ndryshme nga ajo që ndodh në terren. Në fakt, ka protestë, kush është thelbi i kësaj proteste? Unë paka shumë e theksova që nukli dhe thelbi i kësaj proteste janë qytetarët. Pra, ne mund të duam t'i vëmë çfarë do lloj emri apo epiteti apo autori që mund të fshihet në prapasken. Sigurisht nuk dua të hedh të mohoj të gjitha aludimet që mund të qarkullojnë, sepse janë organet kompetente, ato të cilat në një moment të dytë ndoshta në hetime të specializuara mund të dalin në konkluzione për ndikimin apo impaktin që mund të kenë pasur fuqi të ndryshme të huaj, qofshin këto greke, qofshin iraniane apo aktor dhe faktor të tjerë të cilët mund të kenë
ndërhyrë apo tentuar për të ndërhyrë në këtë protestë. Por e theksova të paktën në atë që unë kam parë me sytë e mi në të 26 netët e protestës, sepse edhe në ditët kur nuk kam qenë duke raportuar siç jam duke bërë tani, pra në krye të detyrës si raporter i Euronews Albania, unë kam qenë në protestë dhe e kam parë nga afër nga momenti kur ajo nis të ngjizet, pra fillon grumullimi i protestuesve të parë, edhe deri tek shpërbërja në orët rreth mesnatës. Kështu që këtë gjë mund ta konfirmoj me siguri që ka një lloj qytetarie, ka njerëz të cilët unë nuk i kam parë të angazhuar të paktën vitet e fundit në forcat ndryshme politike, të cilët janë në ballin e protestës dhe në krye të organizimit të saj. E thash edhe ritheksoj që duke deklaruar këtë gjë, unë nuk mund të mohoj apo nuk mund të hedh poshtë faktin që mund të ketë, por këtë do duhet të takoj organeve kompetente të shtetit shqiptar, të cilët ta hetojnë dhe të japin një përgjigje përfundimtare, sepse duhet ta them edhe këtë, Mirela. Do duhet që në Shqipëri së paku pas kësaj proteste të marrë fund hedhja e akuzave apo e aludimeve në ajër. Pra, nëse një X zyrtar i lartë i shtetit shqiptar apo një X politikan ka dyshime apo ka, po themi, indicje se mund të ketë ndërhyrje të një faktorit jashtëm, do duhet të bëjë denoncimin përkatës, apo edhe nëse ai nuk bën denoncimin, institucioni shtetëror përkatës që do duhet të merret me hetimin e atij denoncimi publik të shkojë deri në fund dhe ta zbardh. Dhe nëse është e vërtet ajo që X politikan apo zyrtar ka pretenduar dhe ka deklaruar të shkohet deri në fund, në të kundërt politikani pastaj do duhet përballet me opinionin publik kur thot diçka që nuk qëndron. Po, Ardit, ka 30 vjet që kërkohet kjo në fakt, por nuk bëhet sepse në radh parë është mentalitet, është mendje dhe pastaj është veprim. Momenti, dhe ndoshta një nga rritjet e kësaj proteste do ishte edhe kjo gjë. E qartë, mirë do ishte që atë që s'u bën 30 vjet ta bëjnë në 30 ditë kjo protestë do të ishte vërtet një ndër mrekullitë e saj. Dua të ndalim në dy momente, në dy barazlarkime shumë të rëndësishme që ka protesta, dhe po e nis me politikën. Protesta është e barazlarguar nga politika. Pavarësisht se aty mund të ketë përfaqësues partive të vogla, përsëri ata që kundërshtojnë protestën thotë që janë njerëzit e PS-s protestë, janë njerëzit e Arlind Qorit në protestë, ka një sfond majtist e gjithë protesta, por duket se ata që janë... Patjetër që janë, patjetër që janë. Por të djathtë ka? Sigurisht ka të djathtë dhe ka shumë të djathtë. Të djathtë që janë antarë të Partisë Demokratike, por edhe të djathtë që nuk janë antarë të Partisë Demokratike. Pra duket se protesta është e larmishme, colorful, e larmishme nga në të gjithë spektrin politik. Megjithatë vetë organizatorët duket se janë të barazlarguar nga politika. Vetë politika tani i çastet protestës do të gjejë një shteg komunikimi me protestën apo e ka kuptuar që tashmë kufit janë të vendosur? Shiko, nuk mund të them që nuk ka pasur tentativa të paktën nga disa prej partive të vogla opozitare që të tentojnë të përfitojnë dhe të parafrohen sa më shumë kësaj proteste, por duke thënë këtë, mund të them edhe elementi tjetër që nuk shoh ndonjë gjë negative që një subjekt i caktuar politik, i cili është në sinkron të plot me kërkesat e opozitës, të dalë në shesh me qytetarët dhe të qëndroj së bashku me qytetarët. Pra, politikani mos të tentoj ta uzurpoj apo të dalë në krye të protestës. Pra, në momenti kur një subjekt i caktuar apo një X politikan është dakord me kërkesat e protestës qytetarë, unë të paktën nuk e shoh problematike apo nuk arrit të dalloj në një element negativ kur bëhet bashkë me qytetarët. Po, kthehet problematike në momentin kur ky politikan apo ky zyrtar partie tenton që një kauze qytetare, një proteste të thirrur dhe të organizuar nga qytetarët të imponohet dhe të dalë në krye në mënyrë që të përfitojë politikisht. Këtu pastaj ka probleme dhe të paktën deri në këtë moment kjo gjë nuk ka ndodhur për fat mirë, ndoshta mund ta cilësoj që asnjë prej tre partive kryesore tash që ndoshta mund t'i përmend me emër, Shqipëria Bëhet, Partia Mundësia
Lëvizja apo dhe Lëvizja Bashkë, tre subjekte të cilat janë bashkuar ndër të parat, nuk kanë tentuar që t'i imponohen apo ta uzurpojnë këtë protestë. Sigurisht, një numër i konsiderueshëm i militantëve të këtyre tre subjekteve janë ndër më të zëshmi dhe ndër më aktive gjatë protestës, ashtu sikurse janë edhe një numër shumë më i madh, dhe këtë mund ta konfirmoj, i antarëve dhe militantëve të Partisë Demokratike, të cilët janë në shesh, janë pothuajse çdo ditë duke u bashkuar me qytetarët, madje me ta kanë qenë edhe një numër po aq i madh edhe i deputetëve dhe funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike. Kështu që duke thënë këtë, të gjitha subjektet politike opozitare po mundohen të përfitojnë maksimalisht nga kjo protestë. Se sa doja dalin dhe se sa do t'jetë në fund të përfitimi apo pikët që do të marrin nga kjo protestë, mbetet për të parë dhe vetëm gjë që do të tregoj këtë do t'jetë një proces i arshëm zgjedhor, qoftë ky i parakohshëm, siç po kërkohet nga protesta, por qoftë ky edhe i rregullt sipas asaj që përcakton kodi zgjedhor në vitin e ardhshëm do të jenë zgjedhje lokale për bashkitë, ndërsa në 2029 do të jenë zgjedhje përgjithshme për Parlamentin e Ri të Shqipërisë. Një tjetër moment i protestës, i cili në fakt bie në sy, por nuk është përmendur si temë debati, është që protesta në fakt nuk flet fare për Spakun. Nuk ndikohet, as e vlerëson, as e mbështet, as thot po, as thot jo, dhe ky është një vendim, duket që ata që e marrin këtë vendim nuk e bëjnë thjesht rastësisht, por duan të jenë krejtësisht neutral në lidhje me punën e Spakut, me çdo arritje, me çdo veprim të Spakut në mënyrë që të mos identifikohen. Ti si e sheh këtë heshtje në lidhje me Spakun, që duhet të thënë për të së vërtetës ka në dorë disa çështje shumë të nxehta të politikës, që politika ja përdor njëra tjetrës, palët ja përdorin njëra tjetrës, Spakun, ecurinë e Spakut, rezultatet e Spakut, gjëra që Spaku i kanë proces. Kjo protest nuk është futur fare në këtë terren. Po në fakt ka një lloj neutraliteti të qasjes së kësaj proteste ndaj prokurorisë së posaçme, edhe pse her pas here duhet theksuar kjo ka nga folës të ndryshëm të cilët janë ngritur në podiumin që është përballë kryeministrisë, që kërkojnë një po themi qasje më proaktive nga Spaku ndaj politikanëve të caktuar. Pastaj, nëse do të ndalemi tek parrullat të cilat përdoren më së shumti gjatë kësaj proteste, përveç revolucionit apo edhe kërkesës për dorëheqjen e kryeministit Rama, është edhe tashmë parrulla mjaft e famshme Ramanburg Berishanburg, e cila automatikisht është dhe një lloj thirrje dhe një lloj mesazhi për Spakun, sepse ne dim që sado gjithë Tirana të dalë në shesh, aksionet dhe lëvizjet konkrete do duhet i bënte prokuroria e posaçme kundrejt të këtyre dy figurave, nëse do të shkohej, po themi, për të plotësuar kjo kërkesë, kjo parrullë që dëgjohet her pas here gjatë protestës. Por te kësaj parrulle, e cila thuhet her pas here nga disa prej protestuesve, qasja në më së shumti e protestës ndaj Spakut është neutrale dhe, po themi, as sulmuese, por as në mbrojtje ndaj prokurorisë së posaçme, cili në fakt në sondazhet shumta të bëra jo vetëm në Shqipëri, por edhe nga institucionet ndërkombëtare ka rezultuar një nga institucionet më të besueshme, dhe siç duket, kjo protestë qytetare që as nuk e sulmon dhe as nuk e mbron prokurorinë e posaçme e konfirmon këtë gjë. Po Mirela. Duket sikur është një protestë e cila po lejon territoret. Pra politika në territorin e saj, protesta në territorin e saj, Spaku në territorin e saj, në territorin e tij ndjes. Duket sikur për herë të parë janë ndarë rolet, sepse duket në një moment caktuar politika i bënte të gjitha. Bënte edhe politikën, edhe opozitën dhe pozitën. Shpeshherë ne kemi ngatruar palët. Mazhoranca bënte opozitën për opozitën, opozita nga ana tjetër mund të jetë mbështetëse për mazhorancën, jo me zë, por duke hedhur firmat për shembull për kodin zgjedhor, për listat e mbyllura, për 1/3 e mbyllur, 2/3 e hapur e tjerë, këto tratativat sidomos në prag zgjedhje shorte e vonat natës hidhet nga një firmë e përbashkët. Kësaj radhe duket sikur jo, janë ndarë kufit.
Mendoj që është në fundit po krijohet një mendësi e re e balancës dhe kontrollit të mekanizmave, s'po flas për check and balance, që është në institucione dhe që ne e dim që duhet ekzistoj. Por të paktën në këto tre element që tash, politika, protesta në shesh, spaku nga ana tjetër, duket sikur për herë të parë po funksionojnë mekanizmat atje ku duhet dhe për atë që ndërtohen vërtet, po e jep këtë shembull mënyra se si kjo protestë po operon ditën e saj 27. Shiko, unë nuk mendoj se kjo protestë, kam një qasje pak më të ndryshme nga ty në këtë rast, pra nuk mendoj se protesta ka bërë kaq të qartë të ndarjen mes asaj që duhet të thonë qytetarët, asaj që duhet të thonë institucionet e drejtësisë, apo atë që duhet të bëj politika dhe partit politike në këtë rast. Sigurisht, ka një lloj qasje ndoshta më pozitive në këtë lloj drejtimi, pra qytetarët, sikur se theksova ndaj spakut, kanë një qëndrim neutral dhe më së shumti thirrjet janë që të bëjë detyrën, pra nuk ka kërkesa për imponim siç her pas here ne kemi dëgjuar nga politika, qoftë kjo opozita apo edhe majoranca, të cilët shumë herë kanë tentuar që t'i imponohen prokurorisë apo edhe institucioneve të tjera të drejtësisë për të sulmuar kundërshtarët e tyre politik. Nga protesta kjo nuk ka ndodhur, por e theksova, thirrja e famshme Rama-Burg, Berisha-Burg është një lloj imponimi që qytetarët dhe protesta kërkon t'ja bëj institucioneve të drejtësisë, sepse theksova, nuk mundet që asnjëri nga këta dy zyrtar të lartë, qoftë kryeministri, qoftë ish kryeministri, nuk mund të shkojnë në burg vetëm se sa do populli apo duan qytetarët me thirrjet e tyre. Kjo gjë ndodh vetëm përmes një procesi hetimor, përmes një procesi që iniciohet nga prokuroria edhe më pas vendoset nga gjykata. E dim, rrugët po shpesh herë janë ngatruar rrugët dhe kanë bërë prokurorin politikanët, prokurorin e kanë bërë politikan shumë të lartë këtu, prokurorin gjykatës, në avokatin mbrojtës. Kjo protest po i ruhet kësaj. Megjithatë, marr një moment për të kaluar tek një reagim i kryeministrit Edi Rama, i cili në rrjetet sociale ka reaguar pak momente më parë në lidhje me banjot termale në Bënj. Ai shkruan, prej 24 orësh është lëshuar një tjetër raketë digitale që algoritmi e ka shpërthyer në qindra, mira, like dhe mallkime për shkatërimin, betonizimin dhe tharjen e banjove termale të Bënjës. Me të njëjtën metodë dhe mendimën e të njëjtave duar të huaja që i dhanë algoritmit dopingun për një turravrap të papar në përhapjen e alarmit për flamingot, organizatorët e kësaj trazire që synuan të rrëzojnë qeverinë e të kthejnë mbrapa Shqipërinë, duke manipuluar njerëzit që kanë shqetësime të sinqerta, kërkojnë ta kthejnë në Bënjën në një casus belli të ri. Kushdo të vërtetën e ka në këtë video sot nga banjot e Bënjës, ku s'ka flamingo, s'ka shitblerje, s'ka pronar e as konflikt pronësie, por ka thjesht një projekt publik rigjenerim e rilindjes urbane, në funksion të mira e mira vizitorëve turistëve që shkojnë aty çdo vit dhe shoqërohet me një video. Në fakt, ky postimi i kryeministrit Edi Rama shoqërohet me një video ku ai jep banjat termale të Bënjës, një tjetër vend turistik, por jo vetëm turistik, ka njerëz të cilët kërkojnë të shkojnë në këto banja termale pasi kurojnë mjaft sëmundje reumatike, të cilat këto njihen ndryshe edhe si ligjat e Bënjës, ashtu sikurse janë ligjat në Peshkopi, në Elbasan, por ka patur pretendime që këto janë betonizuar dhe nuk po kujdesen për to, ashtu sikurse flitet edhe për luminer zen, qarkullojnë në rrjetet sociale pamje të cilat tregojnë në fakt që jo vetëm janë lënë pasdore, por po devijohet, po deformohet objekti i tyre, ndërkohë që për sa i përket banjave termale në Bënjë, kryeministri Edi Rama pati një reagim të tij të ilustruar me këtë video që ne shohim. Po, i kthejmë Arditit. Ardit, mendoj që besoj që Rama prap
reagoi ditën e djeshme, vendosi Flamingo në faqen e tij të profilit në Facebook, sot reagon menjëherë për bënjën. Pra duket se pavarësisht se nuk është më i zëshëm të dalë të jap intervista, ndoshta edhe pak në tension, përsëri e ka vëmendjen dhe ju përgjigjet zë për zë të gjithë atyre që shkruajnë sipas tij të pavërteta. Pra duket se e ka vëmendje, nuk është i qetë, nuk po e lë në rrjedhje të lirë, sepse zakonisht kur i ka gjërat në Terezi, ai lë gjërat që të vazhdojnë. Si është këtë reagim të Ramës gjithmonë? Në optikën time, ky lloj reagimi i zotit Rama për këtë protest ka ndoshta një arsye shumë të thjeshtë, sepse ne kemi parë që në vitet e fundit zoti Rama jo vetëm politikisht, por në çdo lloj hapi, edhe në botën online, gjithmonë ka treguar që përballë opozitës apo kundërshtarëve politik, kushdo qofshin ata, ka qenë një hap para. Ndërkohë, të paktën nga perceptimi apo nga mënyra e reagimit të tij, apo edhe nga ato se çfarë ka diskutuar në mbledhjet e mbyllura me forumet e Partisë Socialiste, këtë herë zoti Rama nuk e ka pasur këtë avantazh, pra nuk ka qenë një hap para, por përkundrazi ka qenë një hap mbrapa. Dhe nëse ne kemi trajtuar dhe diskutuar shumë shpesh në fakt që edhe në fushatat elektorale gjithmonë zoti Rama ka qenë ai që kontrollonte algoritmin e fushatës dhe atë se çfarë flitej online, dhe kundërshtarët politik në shumë raste kanë qenë të detyruar të shkojnë mbas asaj që zoti Rama përcaktonte si temë diskutimi dhe temë debati në botën online. Këtë herë ishte zoti Rama ai që do duhej të shkonte për të përballur tek një temë që ai nuk e donte dhe që nuk e krijoi. Ndoshta për këtë arsye zoti Rama ka zgjedhur që të shpall armik pikërisht atë që ka pasur ndoshta aleatin më të madh të këtyre viteve të fundit, algoritmin e rrjeteve sociale apo në tërësi algoritmin e botës online dhe të mediave elektronike. Sigurisht është një lloj betaje të cilën kur e nis me një hap pas, zoti Rama e ka provuar këtë në pozitat e favoritit, që është shumë e vështirë të përmbysësh rezultatin, por gjithsesi të paktën në sjelljen dhe në atë se çfarë po bën, jo vetëm zoti Rama, po edhe të gjithë deputetët, funksionarët e lartë të Partisë Socialiste po tentojnë që ta përmbysin. Pavarësisht se të paktën ajo që neve kemi parë duket e vështirë, përmbysja e një lloj realiteti që tashmë është në disfavor dhe në, po themi, Partinë Socialiste në tërësi dhe majorancën e shikon në disavantazh. E kuptoj. Ndërkohë që janë nisur protestuesit nga sheshi Skënderbej, janë në udhëtimin e tyre drejt kryeministrisë, nuk e di te kryeministria janë mbledhur protestues, është bërë ajo platforma që ndërtohet çdo ditë aty për të pritur të tjerët dhe për të nisur protestën ardit? Po, patjetër, operatori Ermir Matja ndoshta mund të më ndihmojë me fokusimin e pjesës së podiumit, i cili tashmë është gati për të pritur pjesën tjetër të protestuesve që është duke u bashkuar nga sheshi Skënderbej, ndërkohë që këtu në shesh janë disa qindra protestues të cilët vinë zakonisht direkt tek bulevardi përballë kryeministrisë dhe nuk zgjedhin që të bëjnë marshimin nga sheshi Skënderbej e këtu. Sigurisht në orën e parë pjesëmarrja është disi më modeste, por nga ajo që kemi parë në këto gati 4 javë protest, piku apo kulmi i pjesëmarrjes arrihet rreth orës 20:30 apo 21, ku më pas përfundojnë dhe fjalimet dhe protesta nis marshimin e famshëm tashmë mes rrugëve kryesore të Tiranës. E qartë. Jemi duke ndjekur në ekranet tona, i cili ekrani është natyrisht jep të dy momentet. Në bulevard është në të majtën e ekranit tuaj janë pamje të bulevardit atje ku është ndërtuar platforma së bashku me fonin dhe priten protestuesit, ndërkohë që në anën tjetër të ekranit ju shihni protestuesit të cilët tashmë janë grumbulluar dhe ka ndaluar një moment për të qenë të gjithë, e kanë të zakonshëm këtë moment e Galeria e Arteve dhe nisen për të bashkuar me të tjerët tek kryeministria.
përsëri ka familjar, ka njerëz moshave të ndryshme. Moshe tret tha Lediana gazetarja jonë në lidhjen e parë që patëm me të, por duket që ka të rinj, të reja, siç e thash, njerëz të moshave të ndryshme, të grupeve të interesit të ndryshëm, familjar, të cilët po i bashkohen protestës në ditën e saj të 27. Një protestë e cila nisi për Zvërnecin, Flamingo u bë simboli i saj fillimisht, por e ka tejkaluar Zvërnecin dhe atë që ndodhi në Zvërnec, sepse tashmë janë 5 pika të cilat janë të artikuluara dhe artikulohen në çdo mbrëmje në nisje të protestës. Pika e parë është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Pika e dytë është ndërtimi i një qeverie tranzitore teknike, e cila të përcjell vendin në zgjedhje mbas 12 muajsh, në zgjedhje të përgjithshme parlamentare. Pika e tretë e kërkesës së protestuesve janë ndryshimet kushtetuese përmes referendumit, një vote të drejtë për drejtë popullore. Kërkohen ndryshimi i kodit zgjedhor, kërkohet një ligj i ri për financimin e partive politike dhe kufizim i mandatit të kryeministrit. Një kryeministër të mos qëndrojë në detyrë më shumë se 2 mandate qeverisëse. Në pikën e 4 të tyre, protestuesit kërkojnë shfuqizimin e ligjit paketës së maleve, shfuqizimin e investitorit strategjik, anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore, dhe pika e 5 e kërkesave të protestuesve është hartimi i një kontrate të re sociale mes qytetarit dhe shtetit, qytetarit dhe qeverisë. Këtë kontratë protestuesit tonë, grupi koordinator, është një kontratë e cila do të hartohet në përfundim mbas takimeve të përditshme që kanë me qytetarët për të kuptuar problematikën e vërtet dhe për të arritur në substancën e këtyre problematikave. Ajo që theksojnë protestuesit është se të 5 këto pika do të arrihen vetëm në mënyrë paqësore dhe demokratike. Kërkesat nga mënyra se si shkohet tek realizimi këtyre pikave kanë ngritur pikpyetje, kanë ngjallur debate, pasi gjithmonë duhet të kalohet në institucion. Gjithmonë qeverit teknike, shpallje zgjedhjeve të parakoshme, ndryshimet në mes të mandatit qeverisës vinë nga parlamenti, dhe në parlament Edi Rama ka 84 vota. Berisha ka ofruar 52 votat e tij, por në këtë rast edhe sikur vullneti i zotit Berisha të jetë ashtu sikurse e thot, 52 votat e opozitës nuk mund të bëjnë dot diferencë, sepse janë votat e Ramës në lojë dhe politika shpeshherë është një matematikë e ftohtë. Ndaj, ky është debati që po ngrihet rreth kërkesave të protestës dhe mënyrës se si do të realizojnë këto protesta në mënyrë paqësore. Pritet për tu parë, kjo protest është në ditën e 27, ky është një fakt, dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë realizohet një protestë e tillë, krejtësisht paqësore, krejtësisht qytetare, me parulla nga më të ndryshme. Ne kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve grupe të ndryshme interesi. Mosha e tretë duket se është në ballë të protestuesve që po i afrohen kryeministrisë, por ne kemi parë edhe të rinj që kanë folur, ne kemi parë përfaqësues të diasporës, njerëz të cilët kanë pamundësi ekonomike, kanë pamundësi për të shtyrë përpara jetën e tyre, dhe të gjithë këtë ja adresojnë keq qeverisjes. Ndërkohë që pritet për tu parë reagimi i mëtejshëm, sepse deri tani duket se algoritmi sipas kryeministrit Edi Rama dhe forcës politike që ai drejton, algoritmi është një ndër armiqt kryesor, një luftë digjitale e cila është bërë nga shtetet të sponsorizuara me qëllime jo të mira për Shqipërinë, dhe përballë këtij algoritmi Rama ka mobilizuar natyrisht Partinë Socialiste, por përveç algoritmit, ajo që shohim në ekran nuk është algoritëm, por është protest. Në ditën e 27, ekranet paraqesin këtë protest, paraqesin njerëz të cilët dalin aty dhe shprehin pakënaqësinë e tyre.
shohim që janë dy banderola të mëdha që udhëheqin këtë protest. Ajo që vlen për të thënë është që duket që është një logjistikë mirë përgatitur në kurimin e kësaj proteste, me banderola, me flamuj. Se çdo ditë ka parrulla të reja, ka qasje të reja. Ndaj duket që ka një mbështetje logjistike kjo protestë. Kam paralajmëruar në fakt protestuesit që edhe dita e nesërme, por edhe 4 korriku, 2 të shtunë arresht do t'jenë protesta mbar kombëtare, ku zakonisht vinë përfaqësues të diasporës shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë Adveut. Ata kanë qenë një pjesë integrale e kësaj proteste, duhet thënë, çdo ditë të saj ka pasur përfaqësues të diasporës, të cilët kanë adresuar problematikat e tyre. Janë njerëz të cilët janë mësuar në një raport tjetër të qytetarit me shtetin dhe ato vërejtje apo ato pamundësi që shohin në Shqipëri, teksa i shohin në vendet ku jetojnë, punojnë, paguajnë taksa, janë taksa pagues normal, e din shumë mirë se si funksionon ky raport. Kur shohin këtë diferencë, atëherë edhe e kanë pikërisht këtë diferencë kanë pasur si kryefjalë të fjalimeve të tyre, kur janë gjitur në podium njerëzit e diasporës. Natyrisht ka dhe fjalime emotive, ka dhe fjalime të cilat shpeshherë kalojnë në anarshi, por thelbi i protestës, thelbi i fjalimeve është pak kënaqësia ndaj sipas protestuesve ndaj keq qeverisjes. Nuk dihet nëse do të ketë një urë komunikimi mes protestuesve dhe kryeministrit Rama, duket se qëndrimet janë të betonizuara, sidomos nga ana e protestuesve, të cilët e theksojnë faktin e 5 kërkesave. Çdo ditë një prej tyre i lexon të 5 kërkesat në nisje të protestës, nisur kjo edhe për të relativizuar atë që po ndodh, atë furi apo reagim që patën njerëzit që nuk e vlerësojnë protestën për faktin që ishte Dritan Goxha i cili i lexoi pari 5 kërkesat e grupit koordinator, pati një reagim lidhje me raportin e tij me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, por protestuesit po përpiqen ta tejkalojnë këtë si moment, sepse siç e thash, që nga ajo ditë është njëri prej tyre, çdo njëri prej grupit organizator apo koordinator, apo njerëz që ne i kemi parë shumë shpesh në protest, kanë nisur që të lexojnë 5 pikat. 5 pikat dhe 5 kërkesat që protestuesit i kanë adresuar kryeministrit Rama, qeverisë, parlamentit natyrisht, pra të gjithë klasës politike. Pritet për të parë nëse këto do të jenë thjesht kërkesa në bulevard, apo do të institucionalizohen, apo do të gjendet një mënyrë. Deri tani protestuesit nuk japin asnjë mundësi të tillë. Rama në disa prej reagimeve të tij ka thënë që është i gatshëm të i kupton ata që janë flamingot e mirë, ka quajtur në njërin prej reagimeve të tij. Kupton njerëzit që nisen nga dëshira e mirë, nga shqetësimi i mirë për mirëmbajtjen e vendeve të dedikuara për turizmin, për mirëmbajtjen e mjedisit. Por gjithsesi, anat e mona të pjesë të cilën ai e sheh si një pjesë që po përdoret dhe po keq përdoret në këtë protestë. Nuk merr me protestuesit, merr me përfituesit, citoj të ketë shkruar ditën e djeshme në një nga reagimet e tij në lidhje me protestën. Dhe në lidhje me faktin që një zonjë nga Kosova ishte pjesë e protestës, ndërkohë që njihej për qëndrimet e saj pro Iranit, pro Ahmadinexhadit. Dhe pikërisht ditën e djeshme, ministri i Brendshëm ka firmosur urdhrin e shpalljes non grata të saj për 15 vite në Republikën e Shqipërisë. Nuk dihet nëse ka të dhëna të tjera inteligjente qeveria në lidhje, pra nga shërbimet inteligjente si motra, në lidhje me tentativa që mund kenë
shërbime të huaja nga vende qëllim këqia për Shqipërinë, të cilat mund të duan që ta instrumentalizojnë protestën apo të duan të infiltrojnë elementet e tyre. Patjetër që këto informacione janë sekret dhe nuk ndahen kollaj me njerëzit, por transparenca është gjithmonë e vlefshme, aq sa mund të jetë me protestuesit. Tashmë kanë mbritur protestuesit përpara kryeministrisë, atje ku pritet të nisë protesta. Presim himnin si zakonisht dhe më pas vijon protesta me fjalimet dhe kuptojmë se ku do jetë theksi i kësaj mbrëmje. Zakonisht ka pasur tematika të ndryshme. Ne kemi dëgjuar pensionistët që kanë folur, siç e thash, të rinj që se kanë gjetur dot veten. Presim dhe shohim mbrëmjen e sotme. Dita e 27 e protestës. 27 ditë duke protestuar kundër kësaj qeverie kriminale, kundër kësaj qeverie që na ka nxjerr jetën, kundër kësaj qeverie që askush nuk e do. Si çdo ditë tjetër, ftojmë çdo shqiptar që të na bashkohet në këtë kaos, ftojmë çdo shqiptar që të bëhet pjesë e protestës, që të gjithë bashkë të arrëzojmë me Edi Ramën dhe qeverinë e tij kriminale. Si çdo ditë tjetër, do ta nisim me himnin kombëtar. Koordinues të protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 27 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklaratë politike për të sqaruar protestuesit, si dhe të gjithë bashkëkombësit tanë, qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë. Dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike transitore, jo partijare
Gjake me mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme, gjatë gjithë jetës së tij politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen. Ashtu si zakonisht fillon protesta edhe ditën e sotmit, dita e 27, duke lexuar pikërisht 5 kërkesat që i drejtohen politikës dhe bëhen publike. Ka marrë ca kërcënime para, kërcënime të vogla, se kanë bërë të mëdha, por për mua janë të vogla, por kam dalë me tonë një shpjegim. Herë puna parë do të bëj falënderim për një advetar shqiptar që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, edhe unë dimi ju thonë që unë kam qenë familjarisht kur e kam pa, për kontributin UÇK-s me gjithë djalën e vet. Ky quhet Dilaver Goxhaj dhe s'ka shqiptar që s'duhet me aty deri në Erdirodi. Pastaj du me nis pak me këtë ligjin e tokave bujqësore. Është një projekt ligj që është gati për miratim parlament për tokat bujqësore që priten me ushit vetëm të hujve. Kam nevojë dhe kam dëshirë ja shpjegu pak shqiptarëve ç'është ky ligj. Ky ligj do të thotë që ne jena pronar tokash dhe do të vini një huj do blej 10 dylym. Dhe nëse ky huj ka bledhë dylym, ti i linde drejtat ta zaftoj krejt pronat sepse favorizohet nga që ka titullin investitor strategjik. Që ta kuptojnë krejt shqiptarët, parlamenti do me votu një projekt ligj që i jep favor të hujve dhe jo shqiptarëve. Dhe ç'është më e keqja, nuk ka thonë të europianëve, por thot hujve, dhe unë e pyes sot Edi Ramën, kush janë do të huj? Përveç kësaj, unë i kam posa deklarata Edi Ramës, edhe unë e di që ai se ka kuptu nga mburon ky mllep dhe t'ja shpjegoj tani. Kam fillu punë moshën 7 vjeçare, jetoj në Mamurras, kam lind Mamurras, quhem Erald Zef Noj. Kam fillu punë në moshën 7 vjeçare dhe gjithë qyteti im njohin kush jam. 7 vjeç m'janë qa durt, m'janë bo gjak, tu një mu familjen se kemi lind edhe jemi rrit një familje të varfër. Në shkollë kemi hangër dajak se shpesh herë mzet e gjumi pa bo detyra dhe mësus nuk e dishin. Kam shku student me këpus të grisme. Kam marrë 24 prodhime shtetërore me zotësi, pas një lek, kam 8.000 student në shpitar. Ky mllafim, o zoti Edi Rama, vjen pak nga unë, se unë ta kam bo halal, pa drejtësit që më ke bo mu. Më kanë ndjek dhe më kanë shoqëruar gjithë jetën. Por ajo që unë nuk i bëj halal, zotit Edi Rama, do ja them tani kush është. Unë quhem Erald Zef Noj, dhe Zef Noj është një nga themeluesve e Partisë Socialiste të rrethit Kruj. Dhe Zef Noj ka punu 44 vjet mësues arsimtar dhe sot ka pension 100 euro. Dhe Zef Noj qanë kur flet me mu dhe thot më falni se kemi gabu. Më thot kemi gabu sepse na kanë hyrë parti kriminal, që zoti Edi Rama di shumë mirë. E këtë nuk ta bëj halal zoti kryeministër. Si
nuk bëj halal 36 vjet në arestime që ka punu dhe zgarravit me namaj me buk. Ndërkohë që ti ke vu kriminal mas kriminalin pa shtit në ke Shqipërinë. Pa zoti kryeministër, u mbledhi im, zemrimi im është i këtë qytetarëve të kësaj proteste. Lutja ime është mos dorëzona deri në fund, sepse çdo gjë e ka i fund. Qofse ne do paksohemi, qofse s'do të grumbullohemi, ky do fitoj betejën. Por ky s'mund ta fitoj kur betejën me njerëz të pastër si ne, gjithë bashkë. Ju lut Zoti e Zot na ndihmo ta fitojmë këtë betejë, sa është betejë e ekzistencës. Jam duke u zhduk shqiptar, modra dhe vëllezër, bëni bashkë, më lidhi njerëz ku janë e kus janë, se me pa mu kemi me rëzu këtë kriminal. Është një prej njerëzve që flet shumë shpesh në protest në fakt edhe dha një shpjegim personal në lidhje me gjithë shka që dhe arsyet pse është në këtë protest. Të gjithë më keni parë që është një letër ku një arkitekt holandez evropian privatisht i dërgon kryeministrit. Dhe unë prandaj doja ta lexoja këtu sepse të gjithë e kanë marrë sikur është diçka që e mbështet. Unë fakt e shoh sikur ai po i kërkon të njëjtën gjë si ne. Arkitekti evropian i drejtohet kryeministrit me këto fjalë. Profesioni ynë ka qenë historikisht i varur nga patronazhi politik dhe kohët e fundit më janë në përmendur disa ide të zynta. Çfarë do të ndodhë nëse socialistët nuk i fitojnë zgjedhjet? Tmerrohet holandezi se mos nuk i fitojnë zgjedhjet dhe nuk i japin ato para që i kanë dhënë gjithmonë. A do të mundet të marrë fund papritur kjo mek e arkitekturës bashkohore? A do të thahet befas ky purim pune që duket i pashtershëm? A do t'i duhet kësaj ushtri arkitektësh të ulë armët pa i shpejt sa mobilizua? Nuk e them thjesht për ta thënë, po për ne arkitektët do t'ishte më mirë, kjo është shumë e rëndësishme, sikur zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri thjesht të anulloheshin. Pra, kush mund ta thosë më mirë se sa një evropian dhe arkitekt, Madje do të shkoja edhe një hap më tej, thot holandezi. Duke qenë se Shqipëria vazhdon të jetë një mbështetëse e ndriçuar arkitekturës, profesioni jonë do përfitonte jashtëzakonisht shumë nëse vendi nuk do zhvillonte më kurrë zgjedhje. Dhe nëse ju, pas mandatit tuaj të 5 radhës si kryeministër, thjesht do vazhdonit si president i përjetshëm, ndoshta do ishit edhe mbret. Ngjarje të mëdha historike, thot arkitekti, po zhvillohen ndërsa flasin. Autokracia po fiton me shpejtësi të rëndë, si forma përcaktuese e qeverisjes së shekullit 21. Shpresat për një alternativë funksionale po shuhen çdo ditë. Duket sikur po përjetojmë fundin e idesë së fundit historisë. Në këtë kontekst, thot, shumë e rëndësishme. Në këtë kontekst, lutja ime është sa e thjesht, hajde e drejt për drejt. Në një botë autokratësh, a mund të kemi të paktën një autokrat dashamirës dhe me shije? E di se ajo që unë po ju kërkoj është sakrificë dhe jo e vogël. Është një sakrificë me rëndësi të jashtëzakonshme. Shpresoj që ju ta merrni në konsiderat, po thot. Prandaj, me qenë se ai është një evropian edhe një arkitekt, unë besoj, unë nuk do ta lexoja se çu e lexoni, po do ta lexoja që ai është me ne. Sepse që të bëhesh mbret, në radhë të parë duhet japësh dorëheqje si kryeministër. Prandaj dhe ne, edhe arkitekti në formën e vet, po dhe i vet, këtë duam. Jep dorëheqjen, shkon zgjedhjet parakoshme me një qeveri teknike dhe e shohim se sa mbret do të bëjnë shqiptarët. Dhe do ta
ankituan dhe i përzen shqiptarët autokratët e nuk i pranojnë kurrë në këtë vend. Prandaj, meqense keni vendosur që jo vetëm ta shtukni demokracinë, por të vendosni autokracinë, madje të bëjnë edhe mbret, edhe ne nuk lodhemi me zgjedhje. Prandaj, përpara kryeministrisë të kështallët, kemi shtruar një tapet të argjend, një tapet të florint, siç mbretërit e meritojnë. Ne po kthehemi në Sklever, ti vazhdo mbretëro, vetëm një gjë, që ta bësh këtë në radhë të parë, i jep dorëheqjen qeveri tranzitore, zgjedhjet të ndershme, ndryshimet e ligjeve, ndryshimet e kodit qellor, dhe pastaj e shohim se sa mbret do të bëjnë shqiptarët e diaspora. Dhe për sa i përket arkitektit e gjithë shpurës që vinë këtu për të gabitur shqiptarët, po ju them një gjë. Edhe ju, të cilët jeni anti-shqiptar, si individ flasim, atëherë ju them, përshëndetje edhe ju bashkë me qeverinë nga gjithë shqiptarët. Këtë vend do ta mbretërojnë shqiptarët, do ta gëzojnë shqiptarët, brez pas brezi, vajz pas vajze, djalë pas djalë. Faleminderit. Ishte një protestues i cili në fakt lexoj një komunikim, nuk dihet në fakt autenticiteti dhe nga është shkëputur ky komunikimi një arkitekti holandez me kryeministrin Edi Rama. Edhe po tiki do japi llogari një për çfarë ka bërë. Okej? 27 ditë dinjitet, 27 ditë shpresë, 27 ditë dashuri për Shqipërinë. Sot bëhet dita 27. 27 ditë që çdo mëngjes, çdo mbrëmje, ne vim, kalojmë, jetojmë me zemër dhe jemi po këtu me shpresën që Edvin Rama jo vetëm që do japi dorëheqjen, po dhe gjithë qeveria e tij e korruptuar. 27 ditë të dashur qytetarë, të dashur motra dhe vëllezër, që i kemi treguar Shqipërisë dhe gjithë shqiptarisë se ende ka qytetarë që e duan këtë tokë më shumë se interesin personal, nga zemra. Faleminderit secilit për jush. Faleminderit gjyshërve që ecin me bastun, por nuk e lën flamurin nga dora. Faleminderit edhe këtij shokut tim këtu, që vjen çdo ditë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit nënave që mbajnë në zemër dhimbjen e fëmijëve të larguar. Faleminderit baballarëve që ende besojnë se Shqipëria mund të bëhet vendi ku fëmijët e tyre do të ndërtojnë jetën. Faleminderit të rinjve që nuk pranojnë të jetojnë pa shpresë. Faleminderit e diasporës që edhe lart vazhdon ta mbajë Shqipërinë në zemër. Ju nuk sillni vetëm praninë tuaj, ju sillni shpresë. Ju nuk sillni vetëm zërin tuaj, ju sillni dinjitet. Ju nuk mbushni vetëm një shesh. Ju zbukuroni Shqipërinë me qytetarinë tuaj. Çdo flamur që valvitet në duar tuaja e bën të vend edhe më të bukur. Rrof Shqipëria e shqiptarëve. Çdo buzëqeshje, çdo përshafim, çdo këngë patriotike, çdo hap që bën drejt protestës, i kujtojmë botës, Bashkimit Evropian, Amerikës dhe çdo lloj vendi se ky popull nuk ka humbur shpirtin. Sa më shumë bashkohemi, aq më e fortë bëhet shpresa. Sa më shumë bashkohemi, aq më i fortë bëhet zëri qytetar. Sepse fitoria vërtet nuk është fitoria një partie mbi një parti tjetër. Fitoria vërtet është fitoria e sovranit mbi përçarjen. Ne jemi populli shqiptar, ne jemi sovran mbi tokën tonë. Fitoria vërtet është fitoria e sovranit. Është fitoria e qytetarit që ngre zërin me dinjitet. Është fitoria e ligjit mbi arbitraritetin. Është fitoria e shpresës mbi dëshpërimin. Është fitoria e Shqipërisë mbi çdo interes të ngushtë politik. Të dashur shqiptar, vëllezër dhe motra, mos e ndërgjegjsoni kur forcën e pranisë suaj. Historia nuk ndryshon vetëm nga ata që mbajnë poste. Historia ndryshon edhe nga njerëzit e zakonshëm që vendosin të mos rrinë indiferent. Ndoshta një ditë fëmijët dhe niprit tanë do na pyesin: çfarë bëre ti kur Shqipëria kishte nevojë për qytetarët e saj?
dhe ju mund të përgjigjeni me kokën lartë dhe me dignitet. Unë isha këtu, unë isha këtu, unë isha këtu. Isha këtu me flamurin kuqezi, isha këtu me zemrën plot dashuri, isha këtu sepse nuk e humba besimin, isha këtu sepse Shqipëria meriton më shumë. Le të mbajmë gjallë të shpresë, le të mbajmë gjallë këtë bashkim dhe le t'i tregojmë njëri tjetrit se nuk jemi vetëm, sepse kur zemrat bashkohen për një ideal, asnjë pengesë nuk është më e madhe se vullneti i një populli të bashkuar. Edhe e fundit, ju nuk jeni thjesht protestues, ju jeni ndërgjegja e gjallë e këtij kombi shqiptar. Me përulësi dhe me mirënjohje ju falenderojmë për çdo ditë, për çdo hap, për çdo sakrificë. Kombi mbi pushtetin, Shqipëria mbi partit, rrof popullin shqiptar, sot e gjithmonë. Faleminderit. Një thirrje në fakt protestuesve për pjesëmarrje. Në ditën e 27 ka njerëz në bulevard, ka protestues, por kërkojnë edhe më shumë mbështetje organizatorët e protestës. Ka ardhur nga Lioni dhe nuk do ik derisa Edi Rama do jap dorëheqjen. Të dashur qendrëstar, unë jam nga Qefoqa, nga Trapoja dhe vi nga diaspora. Vi nga Franca, nga një qytet, një shtet me kulturë shumë të lashtë, por edhe ne jemi me kulturë shumë të lashtë. Edhe më të lashtë mundësisht edhe se Franca. Edhe kom artu shtullën me refugjat tjerë, e do rri këtu 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, ne të rrisoj këtë cilësirë, diktatorën e fundit, unë po jam thonë një gjohë se kom majtë shumë atë jam që 15 vjetë, kom i kur hip Rama në pushtet kom i këtu, kom ordu në finë se mune e kom di se që të bëhë këtu. Edhe e di paka shumë ato, historinë e Francës. Vitin 1789, Franca ka bërë revolucionin popullor, ka ngajtë 10 vjetë, desa dhe vitin 1799, 10 vjetë ka ngajtë. Na nuk du të rrim revolucion 10 vjetë, na du të rrim 1 muaj, e të arzojnë. Në revolucion pasëshor, blokojnë, porte, blokojnë kuvend, kryeministri, gjithka, blokojnë qakullim, gjithka, se ndryshë nuk ikë kjo. Kjo është sukur shoki vetë, sukur Vučići, nuk e qënë me shishe, 2 shishe i pimë që aty, e shkojnë i qënë për belë. Me ja posë sukur Francë, me më rrizat jenë rritë, këmë rritë, po këmë najtë shumë vjetë, e i kom parë francesë që protestojnë. Vinë qatarë, me zitora, flep me gjithka. Ka përfaqësues të diasporës e cilët janë pjesë e kësaj proteste, sollin vëmendje revolucionin francez, duke thënë se në fakt duhet një qëndresë e madhe për të larguar Ramën. Është një përfaqësues i diasporës së Francës, siç e thash, ka mendime të ndryshme. Thuhet ashtu siç i mendojnë njerëzit, fjalimet nuk janë të censuruara, të strukturuara, njerëzit flasin atë që ndjejnë, ndonjëherë janë edhe mendime kaotike, të cilat mund të kenë edhe elemente anarkisë, por gjithsesi është në kuadër të një proteste e cila ka larmishmërinë e saj politike, sociale, ka njerëz nga veriu, nga jugu, të rinj, të reja. Është një vajzë që është ngjitur tani në podium. Përshëndetje shqiptarët e mi. Unë jam Gerta dhe vi nga Mirdita. Jam Gerta dhe vi direkt nga fshati këtu. Sot e mora vesh që 2 arat që kam gjitur me stallën mund të vi një rus, një serb, një iranian e t'i blej. Unë nuk i blej dot, dhe këta nga mundëson qeveria një. Kush prej jush nuk ka qenë një herë në spital dhe nuk është djerë i poshtruar? Kush prej jush ka kaluar në dogan dhe nuk është djerë i neglizhuar? Kush prej jush nuk është drejtuar administratës publike dhe është ndjerë i neglizhuar?
neglizuar. Administrata publike në Shqipëri, bashkitë në Shqipëri, drejtojnë nga militantët politikë. Militantët politikë kanë në dorë të orme në fëmijëve tanë. Administrata publike në Shqipëri duhet depolitizuar. Nuk mundet, është e pamundur kështu. Ignorantët po uheqin Mirditën, ignorantët po uheqin Shqipërinë, e na për të parën herë kena mles. E unë dua që ju mos dorëzoheni. E unë dua që ju të qoni të betejë në të gjitha rrugët deri në fund. Se ka një arsye pse ne jemi këtu. Ne jemi këtu kundra të gjitha tyre që janë ullur në atë karrike. Ne jemi këtu kundra një sistemi që na të boj një zemrat. Ne jemi këtu për ato nana që pufi telefonin. Se nuk i kanë fëmijët këtu, se do të tërhiqen thot ky. Po ku jeton mërë zotrit, ku jeton? Të thash para 7-8 vjetësh e janë në fshat, cili në fshat erdhe ti, dhe ato fshatarë që kisha aty mi përzuri. Jo, që fshatarët nga fshati mërë. Ky nuk vlerëson prodhimin vandas, ky nuk vlerëson dhe i trafantit nuk i vlerëson i do të huaja. Po si kemi turizëm, si ka turizëm në këtë vend, ku s'ka prodhim vandas. Si presim me turistët me pulat e smetë Brazilit. Ju po hani keca brazilian, ju nuk hani më produkte shqiptare. Ne na helmojnë, ne na kanë helmuar arsimin, ne na kanë helmuar shtetësinë. Kam lëndarë vendime për me ardar me ditë e tokat i gjyshit tim. Po jo për teje, kam ardhë që fëmijët e mi të rriten me gjyshe, se unë jam këtu për të gjithë ta njerëz të mi që janë në Amerikë, që janë në Itali, që shkelin gjak se kanë zemër në Shqipëri. Qau me shqiptarë që qeni tu, qau se qau, Shqipëri se keni arru e kërshë e me kukuron tu me shku në Evropë, unë jam e para që tu me shku në Evropë. Vazhdon protesta, është përfaqësuese e fermerëve. Zonja në fjalë është një personazh i cili nuk është hera e parë në fakt që flet me pasion për sa i përket blegtorisë, bujqësisë, jep opinionin e saj dhe është e pakënaqur në mënyrën se si kryeministri po e trajton këtë sektor. Megjithatë, përfitoj nga ky moment për të lexuar një reagim të ministrit brendshëm Besfort Lamallari në Facebook, i cili thot: mos të merremi me protestuesit, jo vetëm nuk merremi me asnjë protestuesi i tillë, por përpiqemi t'i dëgjojmë të gjithë ata që janë sinqerisht të shqetësuar. Por patjetër që do të merremi me çdo urrejtje e nxitës dhe ekstremisi kjo zonja, që bindjet e saj mund t'i mbaj për vete jashtë Shqipërisë të paktën 15 ditët e ardhshme, dhe i referohet zonjës nga Kosova, e cila ditën e djeshme u dëbua nga vendi ynë. Sepse në Shqipërinë, vend antar i NATO-s dhe së shpejti pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka vend se kameneizmi është baraz me terrorizmin, ekstremizmin, obskurantizmin. Një turp më vete edhe përzierja e emrit të kryeministrit të nderuar të Kosovës në projmë psiqik të kësaj zëdhënëse e të një shteti të shpallur me konsensus. Shtet terrorist nga kuvendi Shqipërisë ilustron qëndrimin e tij me një video të zonjës Iqbale Uduti, e cila njihet për qëndrimet e saj, madje në vitin 2022 është arrestuar në Kosovë pikërisht për qëndrimet e saj nxitse, pas vrasjes së një generali iranian, por më pas është liruar për mungesë provash. Pra, ditën e djeshme mori një vendim ministri i brendshëm
dhe ka firmosur dëbimin e saj nga Shqipëria dhe shpalljen non grata për 15 vjet. Vazhdon protesta, është dita e 27 e saj, vazhdon dhe flet zonja e cila quhet Blerta, u prezantua, është kërkon që të ketë vëmendje në për sa i përket sektorëve të bujqësisë, blegtorisë dhe shfaq me pathos gjithë ato që i quan pa kënaqësi dhe të cilat vinë si pasojë e qeverisjes sipas saj. E një politike të gabuar për sa i përket shpopullimit të fshatit, shkretimit të fshatit dhe mbylljes së prodhimit vendas. Është gremin, ma nuk mund të kaloj, jo Europian, po s'mund të kaloj as në alien në të rrugë. Prandaj, bëni halal zemrimin tim, se zemrimin tim është zemrimin qita tyre që s'ka mos u dorëzoni, unë do të jem gjithmonë me ju, ka njerëz mirë këtu që janë me ju, por të gjithë bashkë, Rama, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Diaspora sot nuk paska të ndalur. Tani do flas një student nga diaspora e Lituanisë. Përshëndetje të gjithëve. Emri im është Lidi Bemo, edhe unë jam student i shkencave politike në Universitetin e Vilniusit, niveli master. Zoti kryeministri Edi Rama ka bërë një post kur i është kundër përgjigjur një stikeri që thot Rama, jepe dorëheqjen! Dorëheqjen! Rama, jepe dorëheqjen! Rama, jepe dorëheqjen! E në atë postim, a i ka radhitur pseudo arritjet e qeverisë të ti. Ja pra, ne do të lexojmë dështimet e ti. Ne kërkojmë dorëheqje për shkatrimin e zonave urbane me pallate orbitale. Zero qendrim. Për përdorimin e miqenit pa aviona dhe pa aeroporte. Mega skandal. Për turistët e huaj dhe ata shqiptar pa kushte dhe pa plazhe. Mega shitje. Për daljet me sloganet e vjetorit të 90-tës që e duan Shqipërinë si gjithë Europa. Se nuk e fillove bashkime me Kosovën në 2005, por sa jo me vetëm fabula të pavërteta. Kërkojmë dorëheqje, sepse ka kthyer Shqipërinë në një republikë bananesh, në një narkoshtet. Kërkojmë dorëheqje për gjyshrit tanë të gjallë dhe ata të vdekur, që rritja e pensionit është më e vogël se indeksimi i çmimeve. Për vrasjet e politikës dhe ekonomisë me snajperat e skifterat e tu. Mireni, duke ndjetur ditën e 27 të protestës, bashkë do të ndajemi këtu, takojmë të në orën 19. Mirupafshim. Po pse, pasurinë që shkrin rilindasit e mëdhej për të bërë më mëdheu,
ti e shite për të mbajtur ato që nuk thuhet. Neve nuk i renditim do të gjitha. Arsye pse ti duhet japësh dorëheqje, sepse është nga lindja deri në perëndim. Ai shumë arsye janë. Lenat, je bërë gazi i gjithë botës. Ino ti ti, mos e ndimo historinë tonë të herët. Rama, jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Përshëndetje të gjithëve, unë nuk e mbaj veten për intelektual, po jam në pjesën ku jam në simdhënës. Dhe her pas here vi këtu, sepse ndjej si një detyrim moral që unë duhet të them fjalën time, sepse kam qenë një nga njerëzit e pakët që dikur, kur ky është bërë kryetar bashkie, unë e kam kritikuar më një herë. Çfarë ka ndodhur, se duhet bëjmë pak analiza të historikut të tij për të kuptuar çfarë shihet mbas këtij njeriu. Këtu për shembull kemi një nga njerëzit më të nderuar, Mithat Havari, të cilin e respektoj jashtë mase dhe e kam në kujtesë për atë që ka ndodhur në fillimet e demokratizimit të Shqipërisë. Mithat Havari ka qenë i pari që ka marrë guximin të dalë gjithë kriminalëve të Shqipërisë të shkatërrojë kioskat e lanës. Dhe e ka filluar ky burr, ka marrë përsipër gati me jetën e vet, se ne kemi qenë këtu, unë kam qenë këtu dëshmitar, me jetën e vet dhe me detyrimin moral si ushtarak edhe si njeri punojnë si asaj situate, të marrë një nga katastrofat përpara dhe të vërë gjithë guximin e vetë. Ky njeri filloi me gjithë me skrepa me ta shkatërronte e lanën. Ndërkohë, ja morën këtë lavdi. Dhe këtë lavdi ja dhanë Edi Ramës. I thanë ti do ta presësh shiritin. E pam që ky i bëri ballë gjithë kriminalëve, tani ti mund të dalësh. Edhe i bënte si trim me atë spatën që priste në një. Edhe mori lavdin e Mithat Havarit. Edhe gjithë njerëzve të tjerë që ishin kundra kësaj gjë. Çfarë filloi ky njeri të bënte? Unë si artist cittadini, unë që me Vladimir Llagaj, kam bërë. Rama do ta japi dorëheqjen. Nuk ka ku të shkoj. Lumi popullor shin çdo lloj pislloku. Ka ardhur, është dëndur, është fryr lumi, është fryr me urrëtie. Do ta japi dorëheqjen. Por ne flasim dhe bëjmë analiza që ta nxjerrim të zhveshur këtë lloj njeriu përpara mediave botërore, që bota të kuptoj realisht se çfarë ka bërë ky njeri. Ky sa erdhi më një herë filloi, unë kam bërë këtë më faqe, ju ndërpreva, kam bërë një ekspozitë mbi betonizimin e Shqipërisë. Në 2100 kam parashikuar mafjen e betonizimit. Mund të kem qenë njeriu i parë që kam folur për betonizimin. Sepse e dija, ja njihsha